Qindra besimtar musliman në Fier kanë falur në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkure namazin e Kurban Bajramit në sheshin qendror të qytetit. Riti të faljes i ka paraprirë me fjalën e tij kreu i Miftinis, Mikele Hazizolli, i cili ka theksuar se Kurban Bajrami është një ndër festat më të rëndësishme të besimit islam që simbolizon sakrificën, solidaritetin dhe ndërgjegjësimin shpirtëror. Kurban Bajrami është dita kur ne shërojmë lagët që i kemi shkaktuar njëri tjetrit me buzëqeshje, gëzim dhe paqe. Festa e Kurban Bajramit është e lidhur ngushtë me kushtin e 5 të Islamit, haxhit. Në këtë ditë feste le të shpalosim të gjitha vlerat njerëzore, edukative dhe shpirtërore të haxhit, dhe për gjithë botën është një tablo aq e përshpishme, aq e bukur kur shehim miliona njerëz që madhërojnë vetëm Zotin e gjithësisë dhe me ihramin e tyre i tregojnë njerëzimit që njeriu është qenie e dobët, është qenie e vdekshme. Dhe një ditë, ashtu siç janë grumbulluar, do të grumbullohen në ditën e mahsherit, prandaj njeriu largohet nga kjo botë me besimin, me veprat e tij dhe vetëm me qefinin që simbolizon prapë edhe ihramin. Kurban Bajrami është simbol i heroizmit, i sakrificës dhe i sinqeritetit, devotshmërisë dhe përkushtimit ndaj Zotit. Në Kur'anin famlar Allahu i madhëruar na mëson që tek ai nuk arrin as mishi dhe as gjaku i kurbanit, por përkushtimi ynë që kemi për të. Pra kurbani është një mjet që na afron më së shumti me Zotin e botë dhe krijuesin e çdo gjëje. Dhe duke ndarë mishin e kurbanit me njerëzit në nevojë, ne jemi më afër përqimit të tij. Besimi i palëkundur në Allahun. Ibrahim a.s. jetoi në një shoqëri të mbushur me idhujtari, por zemra e tij ishte e lidhur vetëm me Allahun. Ai nuk ju mashtrua shumicës, nuk u mashtrua nga traditat e kota dhe nuk pati frikë nga njerëzit. Edhe kur e hodhe në zjarr, ai nuk u lëkund në besim, sepse zemra që njeh Allahun nuk thyhet nga sprova. Sot kemi nevojë pikërisht për këtë besim, besim në kohë të vështira, besim që nuk ndryshon sipas interesit dhe besim që i ruan vlerat e tij universale në çdo moment të jetës. Ashtu si çdo vit, besimtarët kanë kryer ritin e faljes dhe kanë shkëmbyer mesazhet e dashurisë vëllazërore të mirëqenies në çdo familje. Sipas zakonit, në këtë ditë të rëndësishme për muslimanët, besimtarët kanë prerë kurban e një pjesë ua kanë shpërndar njerëzve në nevojë. Nga viti në vit, kjo festë në Fier po bëhet edhe më masive, pasi çdo ditë më shumë besimtar të gjitha grup moshave po i bashkohen besimit islam.